Momenti mes Benitës dhe Klodit ndodh papritur dhe e ndryshon menjëherë atmosferën në shtëpi. Ata ndodhen pranë njëri tjetrit, duke biseduar qetë, me një afërsi që është vënë re edhe më herët nga banorët e tjerë. Fjalët paksohen, shikimet bëhen më të gjata dhe në një çast, Benita i afrohet Klodit dhe e puth. Veprimi i saj është i qartë dhe nuk lë vend për dyshim mbi ndjenjat që ajo po shpreh. Klodit i duket se e pranon këtë moment pa kundërshtim, duke qëndruar pranë saj, ndërsa situata krijon një heshtje të çuditshme përreth. Disa banorë i shikojnë nga larg, të tjerë përpiqen të sillen sikur nuk po vërejnë asgjë, por tensioni ndihet menjëherë në ajër. Ky moment nuk kalon pa u vënë re, sidomos nga Eliona. Eliona ndodhet pak më larg dhe i sheh të gjitha. Në momentin që sytë e saj ndalen te Benita dhe Klodi duke u puthur, fytyra i ndryshon menjëherë. Ajo ngrim për disa sekonda, sikur nuk po e beson atë që po sheh. Pastaj reagimi i saj bëhet i dukshëm, sytë i mbushen me nervozizëm dhe xhelozia e saj shpërthen pa u përmbajtur. Ajo acarohet keq, duke mos arritur ta fshehë zhgënjimin dhe inatin. Lëvizjet e saj bëhen të shpejta, ecën nervoze nëpër shtëpi dhe flet me zë të lartë, duke e bërë të qartë se ajo situatë e ka prekur shumë. Për Elionën, ky moment është goditje direkte, sepse ndjen se është lënë mënjan dhe se ajo që kishte shpresuar po shembet para syve të saj. Ndërkohë, Benita duket e qetë, sikur e ka marrë një vendim dhe nuk ka ndërmend të tërhiqet. Ajo qëndron pranë Klodit, duke treguar se nuk e ndikon reagimi i Elionës. Klodi, nga ana tjetër, gjendet në mes të kësaj situate të tensionuar, duke u përpjekur të ruajë qetësinë, por është e qartë se veprimi i tij ka ndezur një zjarr të madh emocional. Eliona nuk ndalet. Ajo vazhdon të shprehë xhelozinë e saj, duke e ndjer veten të fyer dhe të anashkaluar. Çdo shikim drejt Benitës bëhet më i ashpër, çdo fjalë e saj del me nerva dhe mëllef. Banorët e tjerë e kuptojnë se situata mund të përshkallëzohet në çdo moment dhe qëndrojnë në pritje. Atmosfera në shtëpi bëhet e rëndë. Një puthje e vetme mjafton për të nxjerrë në pa ndjenjat e fshehura, rivalitetin dhe xhelozinë që ishte grumbulluar prej kohësh. Ky moment shënon një kthes të fortë në marrëdhëniet mes tre personazheve, duke krijuar tension të vazhdueshëm dhe duke lënë pas shumë pikë pyetje për atë që do të ndodhë më pas. Pamjet mbeten të forta emocionalisht dhe e mbajnë vëmendjen e shikuesve për më shumë se 5 minuta, pasi çdo reagim, çdo shikim dhe çdo heshtje flet më shumë se fjalët.